Spektakli Albania's Got Talent vijon udhëtimin e tij drejt zbulimit të talenteve më të veçantë dhe më të spikatur të vendit. Pas 3 netëve të mbushura me surpriza, performanca mahnice dhe emocione të forta, sonte në orën 21 në ekranin e Vision Plus vjen nata e 4 e audicioneve. Konkurrent nga e gjithë Shqipëria dhe diaspora do të ngjiten në skenë të vendosur të tregojnë pasionin, mundin dhe talentin e tyre në një garë ku çdo sekond, vlen dhe çdo detaj mund të ndryshojë fatin e tyre në këtë kompeticion. Në vendet e juris do t'jenë sërish emrat e njohur të artit shqiptar, Agron Llakaj, Adelina Ismaili, Elsa Lila dhe Castro Zizo. Me përvojë, profesionalizëm, ata do duhet të përzgjedhin performancat më të spikatura që do të kalojnë në raundet e ardhshme, por me rritjen e nivelit të konkurrencës, zgjedhjet bëhen gjithnjë më të vështira. Konkurrentët janë të vetëdijshëm se mundësitë nuk përsëriten dhe se duhen momente të jashtëzakonshme për të lënë gjurmë. Përveç votës pozitive të juris, të gjithë synojnë çmimin më të madh të kësaj nate, Golden Buzzerin, butonin e artë që i çon direkt në finale dhe u garanton pjesëmarrjen mes më të mirëve të Shqipërisë. Mbetet për të parë nëse sonte publiku do të jetë dëshmitari një tjetër momenti që do të shkaktojë emocion dhe surprizë. A do të mundet ndonjëri prej tyre të bëjë Agron Llakajn dhe Castro Zizon të shtyp butonin e artë? A do të ketë një tjetër finalist që do t'i bashkohet Diego Zelkës dhe Nikolas Bushit? Produksioni Albania's Got Talent premton një mbrëmje magjike, plot energji, histori frymëzuese, konkurrent të jashtëzakonshëm dhe emocione që vetëm skena e madhe e Albania's Got Talent di t'i jap.